Kemi një hënë të re me 26 maj, në fakt sot. Hëna e re në 26 maj do të jetë në shenjën e Demit. Dhe më saktësisht, sipas astrologjisë vedike, gjithmonë u flas, kjo hëna e re do të jetë në nakshatrën që quhet Rohini, dhe ajo është shumë e veçantë. Do të kemi një përqendrim thellësisht tek bukuria, tek dashuria, por edhe tek xhelozia. Kujdes njerëz nga xhelozit. Pse themi xhelozit? Sepse sipas astrologjisë vedike, hëna shihet si perëndi në këtë aspekt. Dhe 27 yjesit, 27 nakshatrat janë, si thuash, gratë ose të dashurat e hënës, e perëndis hën. Dhe ai duhet kaloj një natë në çdo yjesi. Por në njërin nga këto yjesi është edhe Rohini, dhe Rohini është më e preferuara e hënës, sepse hëna nuk pranoi që të shkonte tek gratë e tjera, si thuash, dhe qëndroi tek Rohini. Mirë po, atij i lejohet vetëm një natë. Dhe gratë e tjera u bën xheloze sipas mitologjisë vedike. Dhe për shkak të kësaj xhelozisë, babai këtyre 27 grave ose 27 motrave, ai e mallkoi hënën dhe pikërisht për këtë arsye hëna humbi ndriçimin e tij që e rifitoi më vonë. Të tjera, energjia e kësaj hënës së re do të na sjelli dhe shumë kreativitet. Ai që drejton këtë yjesi është pra Brahma ose krijuesi i universit. Mbjellje e re, mbjellje e tokës, mbjellje ose krijimi i një projekti të ri.